Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Fabiola thyen rregullin e familjes, puthet sërish me Adionin në fermë. Edhe pse më herët gjatë qëndrimit në spektakël, Fabiola kishte marrë një mesazh të drejtë për drejtë nga vëllai i saj gjatë prajmit, pikërisht ditën e premte, ku i kërkohej që të mos krijonte lidhje romantike brenda formatit, me sa duket ajo nuk i ka qëndruar gjatë këtij vendimi. Gjatë mbrëmjes së djeshme, Fabiola është parë në momente shumë të afërta me fermerin Adion, duke tërhequr menjëherë vëmendjen e publikut dhe duke nxitur reagime të shumta në rrjetet sociale. Pamjet e publikuara në faqen zyrtare të spektaklit tregojnë Fabiolën pranë shtratit të Adionit, ku ajo shihet duke e ledhatuar, duke e puthur, një skenë që është interpretuar nga ndjekësit si një shenjë e qartë e afrimitetit mes tyre. Kjo dinamikë e re ka ndarë opinionin publik në dy pjesë. Nga njëra anë janë fansat që e shohin si fillimin e një romance brenda fermës, ndërsa të tjerë e kritikojnë për mos respektin që ajo po tregon kundrejt familjes së saj.